Zoti Trump nuk ka nevojë ty të kërkosh sjellje diplomatike. Trump e ka arritur atë që do, po thjesht nuk e vepron dot sepse është në fushën edhe në kuadrin e NATO-s. Por ju të keni parasysh që Trumpi do marrë masë ndaj zotit Rama dhe unë mendoj se masa që do të jetë ndaj tij do të vijë si pasojë e një hetimi të George Soros dhe të fondacionit Soros, dhe në rast se do të ketë një indicie ose ndonjë indikator tjetër që do të jetë lidhur me zotin Rama, do ta përdori. Por ju e dini shumë mirë dhe vetë keni cituar disa raste që e pat ju si bëri me Izraelin që e tha kërkoj falje Katarit. Dhe kupton tani? Kush është ai që ti të kërkoj falje? Kupton? Pra është i paparashikueshëm zoti Trump. Nuk është Trumpi si presidentët e tjerë të cilët kanë frikë dhe hijen e tyre. Ai ka dalë aty me sopat, me push, edhe me lule. Jo, nuk ka qenë vetëm një person i egër në aspektin e drejtimit të shtetit. Ai ka qenë gjithmonë në atë që unë them në marrëveshjen, në linjën e tij që ai do që aty të trashëgohet me të ardhmen, por unë dua të them tek ju që ajo që e kemi thënë vazhdimisht, Rama nuk pati modurimin se e din që letrën e ka aty dhe reagoi. Pra, reagoi kundër asaj që unë them, pra reagoi kundër asaj që ne kemi thënë vazhdimisht të letrës, të mesazhit që ekziston për zotin Rama në truezën e tij. Pra, çdo veprim që bëri zoti Rama ishte si një kundërpërgjigje dhe atit presioni që ka, se dhe ai njeri është, dhe ai ka presion. Nuk është se është kryeministër dhe është mbi të gjithë. Pushtet ka 4 vjeçar, aq 12 sa. Do sa kjo përgjigje të gjitha nëse mund kemi një vizitë shpejtë të tij në Shtetet e Bashkuara. Se besoj të kemi vizitë sepse do të kishte shkuar në OKB dhe ai nuk arsyetoi pse shkoi në Kopenhag dhe nuk shkoi në OKB. Se edhe mua do më bënte shumë çudi pse nuk dha një reagim të tillë dhe përveç kësaj ai nuk na tha a vajti në gjithmonë në dasmën e Alex Soros apo vajti jashtë Amerikës. Se unë e di që do të jetë me gjirin e Amerikës, po jo në Amerikë. Po pse nuk shkoi në OKB dhe pse nuk e arsyetoi rastin? Dhe përveç kësaj pas Kopenhag, pse erdhi dhe bëri një deklaratë për gjithë qytetarët burg. Dhe pyetja lind është kjo. Po mirë, kur i thotë ti që je politikan që njerëzve nuk mund t'i thuash burg sepse ti vota merr nga ata, sepse ti do të jesh shumë budallat votosh Ramën, duke thënë që do fus në burg nesër. Kupton? Këte kanë shqiptarët dhe kanë shumë problem në aspektin e të menduarit. Të thot një kryeministër që ti e voton do të fut në burg, pse ti mendon se kryeministri që ti e voton do të fusi ty në burg? Sepse ai thot për të gjithë, nuk mendon ai jo për socialist demokrat, ai thot kush mendon ashtu siç mendon partia do futet në burg sepse unë kështu e mendoj. Pra, e kupton tani çka ka ndodhur. Ne duhet të kuptojmë që zoti Rama nuk bëhet më kryeministër dhe ka tejkaluar kompetencat e kryeministrit dhe ka shkuar edhe të thotë që të gjithë duhet të fusë në burg. Pra, kjo është një smundje e rëndë që po e ka zotin Rama nga kjo gjë që është mejanuar nga aspektin ndërkombëtar. Pra, gjitha ato gjëra që ka bërë në administratën e Bidenit i kanë dalë të gjitha zero. Pra, në administratën e Trumpit nuk mund të bëjë asgjë më shumë veç të thotë që jam i kënaqur me 83 mandate. Por Rama, si Rama është shumë i favorizuar, por ajo që merr faturën më të rëndë është Partia Socialiste. Pra, në rast se socialistët mendojnë që do të votojnë Rama sepse nuk ka një alternativë, Partia Socialiste është drejt shkërmoqës, por Rama është i gëzuar sepse ka arritur atë që donte. Pra, ka një diferencë shumë të madhe kjo. Dhe se rasti që Rama përmend burgun nga mesi deri në darkë, është një goditje ndaj çdo socialisti, sepse do të them diçka edhe kam thënë vazhdimisht dhe prapë nuk e kuptojnë. Hitleri ç'a bënte? Godiste njerëzit e vet. Pra, në momentin kur erdhi momenti i pushtetit që e dinte ku po përfundonte, ai çfarë bëri? Ai goditi të gjithë vetë. Pse? Goditi të gjithë vetë, sepse ata të vetët kishin provat dhe ato e fundoshin. Për Rama tani tuti të shikosh që do godasi rreth vetes. E çfarë po tani? Gjithë njerëzit që po godet janë gjithë rreth vetes vet. Sepse është momenti i vetmbrojtjes. Pra, aty që kanë bërë rrumpall, kanë bërë vjedhja shoqare, çka kanë bërë është puna e tyre. Dhe tani çfarë vjen ajo vetmbrojtja që do thotë unë tani jam i ekspozuar te rreziku dhe çfarë duhet bëj? Duhet mbrohem. Dhe prandaj Rama bën këto veprime dhe kundrejt edhe amerikanëve, kundrejt edhe europianëve. Nesër mos u habit që thotë që fajin e ka Europa që nesër nuk integrojmë në Bashkimin Evropian. Pse? Sepse ai tha këtu,
do i fusë në burg, do i bëjë këtë, dhe ai do ta realizojë këtë objektiv. Por shqiptarët da kuptojnë që një politikan nuk mund t'i thotë popullit do të futë në burg, edhe populli nuk duhet ta votojë atë, sepse pikërisht ai është smundje e rëndë për demokracinë në vend. Pra s'mund të thuash tjetër ti që je politikan të fusë në burg, sepse unë nuk shkoj votoj atë që ka mendimin e errët edhe smundjen e tij që të fusë në burg mua. Prandaj ajo që po bën Rama është një marrëzi kundër çdo qytetari, çdo socialist, çdo demokrat, çdo me parti, çdo ai që është për parti, edhe ai që nuk voton, edhe ai duhet të shkojë të votojë kundër atij, sepse kjo është një smundje që do t'i vijë në faturën e tij, aty ku ai jeton. Prandaj them që Trumpi e goditi shumë fort për në prapasken, dhe ai doli në sken duke i thënë popullit tani do ju fusë në burg, tani kështu. Pra, shpërthimi kundër Trumpit erdhi si një konferencë kundër popullit. E kupton çfarë bën? S'jam ban, ai thotë që Trump ishte i keq, më vjen atë. Rrezikshëm Trump. Ja thotë tani Trumpi rrezikshëm, merr telefon aty dhe thotë, e kalon dot oqeanin apo se kalon? Po Berisha. Për Berishën, për oqeanin e Berishës, unë po ju them që lajmet do të jenë të mira për zotin Berisha. Dosja e tij e 9 gradës po merret në shqyrtim. Administrata e Trumpit e kanë në shqyrtim, do kalojnë në disa komisione të posaçme për verifikimet e të dhënave. Pra, kjo është do thoshe një procedurë kontrolluese që kontrollon faktet që kanë shërbyer që ky person është në kushtet e shpalljes 9 grada. Dhe nga sistemi i Departamentit Amerikan i Shtetit, zoti Berisha nuk figuron as familja e tij në deklaratë publike të Blinkenit, por ajo që figuron është që zoti Berisha është në dosjen e tij në një material ose disa fakte të cilët duhet të lidhen me njëra tjetrën që nesër të dalë një komunikat publik